viti ka sjell një rritje të ndjeshme të numrit të vizitorëve në vendin tonë. Në raportin e fundit të Instat vëret se 1.5 milion vizita hyrëse janë regjistruar përgjatë këtij muaji, ku pjesën më të madhe e zën shtetasit evropian. Muaji prilli i këtij viti ka shënuar një rritje të ndjeshme me të paktën 6% të numrit të vizitorëve të huaj drejt vendit tonë. Referuar shifrave të Institutit të Statistikave, arsyet e këtyre vizitave nuk janë më vetëm pushimet, por edhe për arsye biznesi. Instat raporton se përgjatë muajit që lan pas, afro 1.5 milion shtetas vizituan vendin tonë, nga të cilët mbi 819.000 shtetas të huaj, kryesisht nga Europa. Rajoni jugor kontribui me 74% të hyrjeve, pasuar nga Europa perëndimore me 13%. Gjithashtu vëret një rritje e numrit të turistëve që kanë ardhur nga Afrika, Azia dhe lindja e mesme gjatë muajve të parë të këtij viti. Përsa i përket qëllimit të vizitës, 97% e turistëve të huaj kanë hyrë në Shqipëri për arsye personale, ku dominon turizmi për pushime dhe vizitat e këta afërmit, ndërkohë vizitat për arsye biznesi apo shëndetësore përllogaritin me rritje në masën 40.8%. Referuar shifrave zyrtare të Institutit të Statistikave, vetëm në 4 muajt e parë të vitit 2025, vendin tonë e vizituan mbi 2.5 milion shtetas të huaj, duke shënuar rritje me rreth 5%, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.